Hello, ja ku jemi përsëri së bashku në këtë video, e cila është një video nga Temu dhe unë do hap 2 pako të mëdha që më kanë ardhur tani. E di që ju i pëlqeni shumë këto video dhe unë mezi po prisja që të më vinte porosia. Më ka ardhur sot dhe një pako më ka ardhur dje. Por i kam hapur vetëm pak pjesën sipër për të parë se çfarë ka brenda, por tani do t'i hap këtu me ju. Pakoja është kaq e madhe. Një edhe tjetra është kjo këtu. Është kështu brenda. Do vazhdoj direkt me pakon e vogël me këtë, pastaj me të madhe dhe do t'ju tregoj gjitha gjërat që kam marrë sepse janë super. Para është kjo. Ky është një klëv organi që kam porositur unë të bardhë. Është me zinxhir. Materialin e ka shumë të mirë. Okej, duket mirë. Duhet që ta laj edhe pastaj ta vendos te organi. Kam porositur për shallin. Këtë ka vetëm lesh. E mora në ngjyrë roz sepse kam marrë edhe një çantë që ju do ta shikoni për pak dhe doja që t'i kombinoja bashk. Që nga shumë e bukur. Nuk kam bajt në njëherë shall, prandaj mora këtë. Në fakt e doja vetëm për një kombinim outfiti, por ky që nga shumë i trash, edhe sigur që do ta mbaj, ka dhe këto thekët këtu. Është shumë i bukur. Më shkoka. Normale, ka se kam ngjyrë roz këtu. Që ka shumë i bukur. Saftohet. Ndërkohë këtu plas vapi, sepse unë kam ndezur kondicioneri dhe është bërë shumë ngrohtë, prandaj jam duke filmuar te dhoma. Nëse se kalova në temë tjetër tani. Është kjo bluzja këtu. Është si punë llushi, unë këto në fakt e mora për Angelon. Është me zinxhir dhe me kapuç. Sepse i mora tek Adidasi, ka marrë një kapuç blu për dimër, që është shumë i bukur edhe doja që ta kombinonte me një si këto, duke qenë se ai nuk ishte ngjyrë blu. I mora këtë gjën për ta provuar, në fakt është e mirë, por kjo qelloi shumë e mirë. Siç e shihni edhe ju, ka materialin si batanie, zinxhiri i zi, kapuçi po, kështu që super. E vesh edhe vetëm këto. Fiksi batanie. Po që nga është shumë ngjyrë e bukur. Më prish fakt. Është shumë ngjyrë e bukur edhe do ta vesh vet patjetër. S'jalo jo. Që kam porositur tani. Me këtë që kam në kokë shkon shumë në një ngjyrë. Kam porositur një super kostum për vete. Nuk duhet ju gënjej, unë e pash dje këtë se nuk po më duroj. Edhe ishte yll. Edhe e provova. O bën gjitho qese. Prit, po filloj nga tutat. Tutat janë me elastik të beli. Janë me lidhse, me 2 xhepa. Ngushton sa të duash, po unë i kisha fiks. Janë të gjera deri në fund të këmbëve. Nga brenda janë vetëm me push. Ky kostumi ka bërë së 13 se 15 euro. Po ju tregoj dhe bluzën. Bluzja ishte super. Pita mbyll zinxhirin që ta shikoni më mirë se si duket. Këtë sa po t'i laj do t'i vesh me patjetër. Bluzja është me zinxhir, edhe është e shkutur. Për të gjithë ata që kanë ato, më falni, për të gjithë ata që kanë dëshirë të nxjerrin barkun kështu për jashtë si puna ime, pak jo shumë kaq. Edhe kjo është super bluze. Edhe kjo me kapuç. Me mëngët i ka kështu. Pra është super. Okej, këtë pako jo mbaroj, kaq kisha porositur kjo.
Se më erdhën veç e veç, por unë kam bërë një porosi njerëshi, por nga që ka qenë Black Friday para një muaj në mos gaboj, edhe më vënua shumë porosia, tani erdhën dhe tani po ju tregoj. Tani do hapim pakon e dytë, që është kjo këtu dhe ka gjërat më të bukura. Atëherë, fillojmë nga kjo këtu. Është një set çorçafësh, në fakt kam porositur 3. Këto ju betojmë që nuk i kam hapur akoma. Janë çorçaf shumë cute. Oj, sa të bukur. Janë për mua, jo për bebin. Si bebika. Këto janë klëfët e stëpve, janë 2 copë. Shikoni sa të bukur. Boqelli. Wow, pas ka dhe super material. Kanë edhe këtë pjesën që futet organi brenda, quhet zarf. Edhe është klëf organi, pra. E që kam porositur 3 copë. Tjetra është kjo këtu. Nuk e di, a e shifni. Është me fiango në ngjyrë të zezë, as vetë se më e mund se çka kisha porositur. Edhe është në ngjyrë roz. Roz e lehtë. Jo e errët. Dhe kjo është shumë e bukur. Unë do të në një ditë tjetër kur të sistemoj dhomën, që në tregoj se si duken. Këtu janë dhe klofët. Por kështu duken te krevati, se që nga prishur pak kjo, por janë kaq të bukura. Edhe me zi prisja, që ti mirë janë. Tjetër është ky këtu dhe është i verdhë. E verdha ka filluar të më pëlqejë kohët e fundit. Kam blerë dhe 1-2 rroba në ngjyrë të verdhë. Edhe më pëlqen shumë. Edhe ky që ka i verdhë me të bardhë. Që ka vetëm kështu me vija. Pra është i thjeshtë. Është shumë i bukur. Sa të bukur që të duken kur t'i shtroj të krevati. Po hap tjetrën është një kapele në ngjyrë jeshile si jeans. Edhe këta e ka marrë për Angelon, por lexon italiano. Nuk e di pse ka marrë kështu, s'ka ndonjë domethënie, por thjesht ja mora në këtë ngjyrë sepse i kam porositur dhe një par atlete që janë këtu. Edhe doja që t'i kombinonte me këtë. Shumë e bukur kjo. Era karton. Tjetër. Një pako sponxha për mua. Unë kam në fakt, kam blerë, janë në ngjyrë roz. Por duke qenë se të ishin me ofertë, thash t'i marr t'i kem sepse këto duhen ndruar shpesh, se nuk del make-up i bukur. Edhe sa të bukura, kanë edhe kështu. Prit. Okej, super. Kanë edhe këtë gjëm për pudër. Kështu. Super pra. Që ka dhe një sponge baby. I vogël si zjarri. Sa cute, kjo është për këtë gjën këtu. Për korektorin poshtë syve. Që ka dhe ngjyra shumë të bukura. Kjo ishte porosia tjetër. Tu kam porositur kapse floku cute. Sa të bukura, wow. Edhe këto të katra, nga duke blerë kapse këtu, nga 2 euro një kapse dhe nga 2 euro e sipër, kurse këto ishin, më duke 2 euro gjysë ishin të 4. Shikoni sa të bukura. Edhe kjo është me zemra. Me sa po shofi pas kam të gjitha roz. Ndoshta kam ngjyrë të preferuar fshehura zi brenda meje. Oh. Kjo është porosia ime më e bukur që kam marrë deri më sot.
nga Temu. Është një super çantë. Unë hapa çfarë, edhe pash, edhe është kjo çanta këtu. Është me rozë, si që thash sepse e doja për shallin, për ta kombinuar bashk, edhe me jeans, që është kjo këtu. Nuk e di, po kjo ka një super material, dhe më pëlqejnë shumë të çantat që nuk kanë emra firme falso, domethënë. Janë thjesht të dekoruara kaq bukur. Kanë kështu një qenosh këtu, edhe këtu. Mendoj se do nxihet kjo, por që unë doja heq, nuk prish punë. Kur të nxihet. Brenda ka edhe rritin e gjatë. Ka edhe një qeset të mbushur. Dy. Me zi presti qaj. Okej, brenda është kështu. Shumë e thjesht e bukur, cute, edhe me këtë ripin. Dhe me zi presti që këti thë. Dhe të bëj një foto të bukur me këta. Çanta ka bërë diku te 12 euro. Tjetër është ky shkopi. Ky shkopi duket si nga ata që mban letrat e duarve në kuzhinë, por jo. Është një shkop, si montohet? Është një shkop që do mbaj mirë këtu. Nuk u vika. Është shtremt apo më duket më? Po kjo futet këtu, e ka këtë vrimën shumë të vogël. Është një shkop, se harrova ta thoja. Po e shifja vetën harrova. Që do mbaj të gjitha ato scrunchie, quhen? Lidhset e flokëve se nuk prit kam këtu. Ja, nuk kam këtu për momentin, po ato lidhset e flokut që janë të bukra edhe po ja kështu. Çik me probleme, kë nuk ja vleka fare. Do më biri. Edhe këtu do fuse gjitha lidhset e flokut. Edhe do ta lë këtu sipër sepse unë nuk di ku i hedh, disa në tualet, disa në kuzhinë, disa në sallon, në përdhoma, në komodina dhe kam shumë lidhse flokut. Kam marrë edhe këto. Këto janë kështu që sistemon gjëra. Në fakt unë e dija se ishin më të mëdha këto, po që nga të vogla. I doja për kapset e flokut, për karfica. Që kanë shumë të vogla, por të bukura. Mund t'i vendos brenda në sirtar dhe të vendos karficat. Janë edhe 3 cop nga këto. Është e vogël, qa mund të mbaj unë këtu për? S'ma nxe as kapsen e sigurt. E doja që të ma nxin të kështu, por nuk e nxe. Mund të vë kështu, po sa mund të mbaj kështu kjo 3 cop. Kështu që kjo që nga shgënjim, sepse unë e dija më të madhe, por është faj im, në fakt nuk është faj Temus, është faj im se nuk kam parë për masat, sepse për fatin e mirë, ato i kanë të gjitha për masat e shkruajtura. Që është kjo kutia? Opo, kjo është një mbajtëse që vihet te krevati bebit. Edhe që t'i varë atë lodrën që ka. Dhe ta shikoj. Ku hapet kjo? Po, kështu. Kapet tek krevati këtu. Edhe këtu varim atë lodrën që ja kam bërë unë zjarit me elefant. Edhe që ai ta shikoj kur gjatë nga gjumi dhe të luaj me dorë, sepse ka filluar të luaj me dorë me lodra. Kjo ishte shumë e mirë, ishte vetëm 6 euro. Unë këtu nuk kam gjetë, në fakt gjeta në një dyqan për beba dhe ishte 30 e ca dhe ishte bashkë me lodrën, por ajo lodra ishte kot fare. Nuk e vlen të gjitha të lekë.
Që është kjo? Ka marrë një budallik. Nuk e di as vetë që është, më duhet ta shikoj tek fotot. Duhet jetë, më duket se është varëse për kapelet, po. Ja si duket. Po t'i varësh të gjitha kapelet këtu, sepse unë kam disa. Sepse më pëlqejnë shumë kapelet edhe blej gjithmonë. Nga që I kombinoj me veshjet. Ja. Këto janë dhe atletet e Angelos. I pas ka marrë 43-shi. Po unë I thash 42. I thash, por si ka numrin 42? Ndoshta kam prerjen e vogël. Shikoni sa të bukura duken. Ja mora kot, por ai ka atlete plot. Dhe nuk është se I përdor këto kështu. Ja mora veç për ngjyrë, sepse Angeli ka të gjitha atletet e bardha, të zeza, ka dhe gri edhe një palë blu. Por të kanë shumë të bukura, shiko sa super material që ka. Edhe këto I mora për t'i kombinuar bashk. Okej, jam super grua dhe Angela duhet ta di këtë. Ai si shef videot e mia. Po më I këndem, do me thënë. Tjetër që është kjo? Është I gjerozë. Nuk e di qa është. Kur ta montoj duha t'regoj në video. Kjo këtu është një mbajtëse për të nxitur në tualet edhe për të mbajtur ato kremrat e skincare. Kur vin në dhomë pastaj fillon zjarri me të grindur, jo ndonjëherë dy çaj, sepse do që ta marrësh në krah edhe të ngrihet pra televizi, edhe harroj ta lyj fytyrën me krem. Jo se harroj, por merrem me të dhe mikën pas dore. Kurse kur jam në tualet I mbaroj të gjitha gjërat atje dhe pastaj jam e lirë. Këtu nuk e di çfarë është as këtu. Pas ka marrë shumë budalliqe më duket. Një mbajtëse është edhe kjo. Nuk e di për çfarë është. Më duket se këtë e ka marrë për këto. Po kjo është robë, por për kordonat e flokut e ngjit kështu. Edhe var kordonat. Ajo është. Tjetër është një gjë të këtia. Me duket se janë dritat LED. Që kanë dritat e pemës. Sa super. Mendoja se ishin dritat LED, sepse kanë këtë gjë kështu, por kjo nuk thot LED në fakt. Wow. Do ta vë një herë tani në prizë që ta shoh a punon apo jo, nëse në ka ardhur e sakt. Shikoni pak sa bukur. Janë vetëm një ngjyrshe. Shikoni pak sa bukur. Janë vetëm në këtë ngjyrë, edhe rrinë ndezur. Por më bukur kështu sepse nuk janë të bukura ashtu ndryshe. Unë kam porositur edhe një fjango për pemën të madhe. Por ajo s'më ka ardhur akoma dhe unë po e pres. Tjetër kam marrë një rase për Nescafen, sepse dua për cappuccino. Kjo do t'jetë me bateri, po. Okej, do bateri, por nuk kam këtu. E kam të dhoma tjetër. Shpresoj të ketë fuqi sa të raj Nescafen edhe mos prishet kollaj. Gjithsesi ajo me bateri është. Po vim drejt fundit. Kam diçka të bukur për t'jarin. Është një body me stitching. Edhe ky materiali që ka super. Shikoni sa e bukur.
është 3 deri në 6 muaj. Është edhe kapuçi. E zi presi t'ja vesh edhe t'i bëj foto. Këtë një palë pijame për mua. Edhe këtu 2 pijame dhe fundit janë këto. Kjo është që vjet në tualet edhe do të thënë ngjitet, e kanë ngjitsin këtu mbrapa dhe rre kështu, edhe vë tharsen e flokut këtu. Kjo së di ç'ash. Kjo është drita që më duhej për ta kapur te telefoni. Tani po hap 2 pijamat e fundit që kam marrë për vete, që janë shumë të bukura. Urojt mos më zgënjejnë. Një palë janë të zeza. Që nga pak e madhe. Po që nga shumë e bukur. Nuk e di qa masa i kam marrë këto. Kjo është e zezë edhe ka vetëm këtë detajin roz këtu me këtë lidhsen. Edhe tutat. Tutat janë mirë. Të zeza, të thjeshta, të gjera. Edhe poshtë janë me këtë gjën roz që kombinojnë bashkë, pra janë kostum. Kjo është shumë e bukur. Në shikoj dhe këtë tjetrën. Kjo është në ngjyrë vishne. Këta ka marrë më shumë për Krishtlindjet. Materiali është shumë i butë edhe elastik. Këto më duken pak të shkurtra. Poshtë kanë këtë detajn kështu. Lart janë të thjeshta, si që pat, kurse bluzja, që ka shumë e bukur. Është kështu. E thjesht, par shumë e bukur. Është dhe hall. Fatkeqësisht kam ardhur edhe në fund të videos, këto ishin gjitha gjërat që unë kisha porositur në Temu. Edhe mendoj se janë shumë të bukura. Në fakt, unë e di vetë si i kam porositur, do me thënë me çfarë lloj çmimesh, edhe si i kam parë në foto, dhe janë fiks fare si në foto, e çuditshme, sepse thonë mall kinez edhe nuk është i mirë, por që qëllon shumë të mira, sidomos këto qingla minglet kështu që të hynë shumë në punë. Ta ish këtë gjanë unë se është e shpifur kjo. E nejse, edhe këtë dojave të krevati zjarit, do i vatë të lodrën, me zi po presjë të sa më shpejt. Do me duhet që t'i laj edhe të gjitha këto gjërat. Edhe pastaj do ke mundësi për t'i veshur dhe për t'i provuar më mirë, sepse në fakt unë kostumi roz në fillim e kam provuar ashtu si ishte, kurse pijamat nuk e kam provuar ende. Edhe tani do me duhet që ta mbyll videon, më vjen shumë keq, do doja që të kisha edhe pak të tjera nga Temu, por nuk kam. Megjithatë po e mbyll videon këtu. Ju po të farë të gjitha do të shifemi në video në radhës, nuk e di qa video do jetë edhe çfarë do shpik unë, por që do shpik diçka e sigurt. Ju po të farë edhe shifemi.